Dhe ndodh shumë shpesh, shikues të nderuar, që nga seancat e Kuvendit të Kosovës të ketë material të mjaftueshëm për rubrikën tonë UPS. E sonte ka ndodhur pikërisht kështu. Është deputetja e grupit parlamentar SLS, Jelena Pantić, e cila në kohën kur në Kuvend po debatoi për fatin e të pagjeturve, kishte gjetur një mënyrë të mirë që fare të mos dëgjoj këtë debat që po bëhej, duke luajtur një lojë në iPhone-in e saj. Po këta gjeturit janë individ, janë fate, janë njerëz se cili ka emën, biemën dhe familjar. Dhe çdo njeni është rast i veçantë. Për të pagjeturit, sesa kjo padrejtësi është shumë fesh që për ju bëtë aty. E probleme me iPhone-in e tij gjatë gjithë seancës ka pasur edhe Çrem Krezio. Por të gjallet, shpeshherë i nënçmonin dhe i katandisnin e varfëri deri në vetvrasje. Për vetvrasjen e ish ushtarëve, dikush duhet të ketë përgjegjësi. Ju bie mas së shumti juve ish udhëheqës të ushtrisë lirimtare të Kosovës, që në fakt ju udhëheqni me shtetin e Kosovës për të vetmen arsye se keni qenë udhëheqës të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Nëse mendoni se nuk keni përgjegjësi, atëherë po ja përkujtoj dhe po ju bëj pyetje. Ku është ligji për veteranët? Pse janë kryer listat e veteranëve? Pse veteran i keni buxheti i Kosovës? Duhet të ketë argumente secili nga ju nëse don të flas për një person apo një zyrtar të lartë. Gjatë një vota për 3 kundër 2 abstenime shtyhet edhe pika 12. Për çështjen e shtruar, netër për lancën e kozgjate për 15 minutash. Koha ndarë për diskutime si pas grupe parlamentare të deputetëve për grupe parlamentare shqiptare. Grupi Partisë Demokratike që nuk po bëhet mjaft sa si duhet. Nuk është më rëndësi kush sa ka bë, po është më rëndësi shumë çka po bëjmë dhe duhet bëjmë të ardhmen që kjo punë të intensifikohet, kryet ky obligim që e kemi dhe nuk e themi që